Ka ardhur një diskutim shumë natyrshëm për të nxjerrë një produkt shqiptar, le të themi, me origjinë 100% bimore dhe Shqipëria tashmë të ketë prodhimet e veta, mos ketë me importime apo dhe prodhime sintetike. Po në ndërkohë tani aktualisht që flasim, ju e çfarë bëni konkretisht? Në kuptimin që kjo sipërmarrje prodhon, shet, çfarë bën? Ne vazhdojmë projekte të vogla me kompani të ndryshme të huaja, të cilat kërkojnë, për shembull, klientët tanë kanë bimën e tyre dhe duan ta ekstraktojnë me këtë teknologjinë e gjelbër që kemi ne për të nxjerrë nivelin e komponimeve përbërësve që ka bima e tyre, që të vazhdojnë në projekt prodhimi. Dhe ne japim produktin nga teknologjia në nivel mostre, japim dhe studimin ton brenda laboratorit, sepse ne për të kuptuar çfarë ekstraktojmë, kemi inkorporuar dhe laboratorin brenda, për ndryshe nuk do dinim çfarë prodhonim. Ja japim këtë produkt dhe ato pastaj zhvillojnë produktin e tyre ndërkohë. Klientë të tjerë janë që marrin produktet tona të gatshme, që i kemi prodhuar tashmë në sasira të vogla. Janë rreth 60 bimë shqiptare të kaluara dhe më të bukura tek këtyre 2 viteve të fundit janë mbetjet nga agrikultura.